Kur lexova historinë e vajzës që do të vi tani në Ka një mesazh për ty, më mbetën në mend fjalët e saj që shkruante ishte 23 nëntor 2009 kur erdha në jetë si një fëmijë i dashur nga mamaja dhe i urryer nga prindi tjetër. Çfarë ka ndodhur? Vjen nga skaji më jugor i Shqipërisë, Luziana. Mirë se vjen! Mirë si e ti? Faleminderit mirë. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Urdhroj dashur, urdhrom. Shikoni, tani për momentin kam pak emocione, po përpiqem të jem, do të jem shumë e sinqert ju premtoj për këtë gjë, por më falni nëse do bëj ndonjë gabim në artikulim nga emocionet. Mos e vrit mendjen fare. Ti ke lindur në vitin 2009. Po, në vitin 2009 unë kam lindur, si fillimisht unë kam jetuar në fshatin Pandalejmon të Bashkisë Finiq, ishte fshati ku ishte martuar mamaja ime. E kuptova, ti ke moshën e gocës time, se dhe vajza ime. E kam parë anën dhe të përgëzoj sepse e pash edhe një intervistë Rudina Magjistari. Faleminderit. Një vajzë shumë e suksesshme dhe që motivon, vërtet më motivoi edhe mua. Vërtet. Po. Jam shumë i lumtur të dëgjoj këtë. Dhe jam shumë e lumtur që po gjej edhe këtë mbështetje nga publiku dhe që po më bën të rehatohem. Luziana. Urdhro. Ti kur erdhe në jetë, pse thua që me lumturi të priti mami, por jo, dhe pastaj nuk thua babi, po thua prindi tjetër? Po, nuk e kam përdorur kur këtë fjalë, sepse unë nuk e njoh akoma vetë atë personalisht, po futem në temë si fillim. Unë kam lindur atje, mamaja ime keq trajtohej, nuk e lejonin që të më afrohej mua, sepse, shiko, ajo shfrytëzohej për më qartë, sepse ata kishin bagëti dhe dërkonin atë në mal me bagëtit. Dhe unë aty, në shtëpi rria me njerkën e babit, sepse ai se kishte maman e tij. Dhe nëse mua mamaja më afrohej, do dhunohej dhe më keq, sepse ishte edhe dhuna në familje. Po, dhe unë nuk jam shqyer me qumshin e nënës. Po pastaj? Pastaj, unë së murem shumë, bie në gjendje kome. Si ta them, do duket pak, sepse unë pija në 40 ditë kam pirë lëngat e gjellrave që bëheshin në shtëpi. Lëng nga gjella të ndryshme? Po, në biberonin tim si lëng fasuleje për më tajpër. Usë mura pra bie në koma, atëherë vjen edhe nëna me dajën tim nga Greqia, se punonin në Greqi, ga në mamit. Aty në spitalin e Sarandës kam denjur 2 ditë në koma dhe 1 javë 5 ditë e shtruar këshu, sepse më zgjuan doktorët me zorë. Aty kur dalë kthehen përsëri në fshatin e Pandalejmonit, ku mamaja ime vendosi të jap fund asaj lidhjeje, kur unë isha 6 muajshe. Vjen nëna me dajë nga Greqia përsëri në fshat. Edhe ata vendosën që ne të ikim në Greqi, se prindit tim tjetër nuk tregoi as pak interes që i ka. Una nuk u shqetësua fare, më la të lirë, të ika me maman time. Una kaloj legalisht nga mali, edhe daja im rrezikon edhe lirinë e tij për këtë gjë. Atje i vete në Kestrin, më pret Dajkla ime, një grua e mrekullueshme, një nënë e mrekullueshme. Kur thua Dajkla, është nusja e Dajës? Po, ne i themi Dajkël, nusja e Dajës. Ajo është shpirti tim. Ti shkove në shtëpinë e tyre, po? Po, shkova, në moshën 3 vjeçare më fillojnë problemet stomatologjike. Atje daja më shpinte gjithmonë poshtë në Filat, Jani, në spitalet më të afërta, që të merrja kurim mjekësor. Aty rria edhe 1 javë shtruar në spital për shkak të problemeve stomatologjike. Pastaj filloi edhe kopshin, e kam bërë në Greqi. Aty më mirte herë nëna, herë mami, herë daja. Dhe aty muajin e natë më merr mami, po prindit e tjerë fëmijët e tjerë kishin ardhur, baballarët i kishin marrë. Dhe unë bëhem kurioztare kur gal nga kopshi dhe i them nënës, po imi ku është? E ajo me mençurinë e saj më thot mua që shpirti nënës, ai si kemi ikur ne, ka ikur dhaj në një vend të punoje, kur të vi do të selli ty një çantë të madhe me gjëra. Çanta as ai s'erdhën kurrë. Do të jetoje me këtë ëndër që do vinte një ditë babi, do të sillte një çantë plot me gjëra të bukura dhe kishte shkuar të punonte që ti të rritesh e shëndetshme. Po, unë nuk kam rritur me këtë frym. Pasi unë kthem nga Greqia, fatkeqësisht atë verë më dronë në jetën gjyshi. Ai digjet në ullishte. Kishte shkruar të punonte dhe vjen një zjarr nga një art tjetër dhe e za aty brenda. Çfarë raporti kishe ti me gjyshin? Shumë të afërt. I flisja o gjyshi im. Ai çdo gjë
sikur më lexonte mendjen, akoma ka ngelur një qiri i patretur në shpirtin tim. Nuk do ta harroj kurrë atë, është një ndër kujtimet më të bukura që un kam patur në familje. Edhe pastaj iki dhe një vit në Greqi dhe kthehem këtu përfundimisht për të kryer shkollimin. Vjen daja im të më regjistoj në shkollë. Mua nuk më pranuan dhe daja përpiqej me zyrat arsimore që unë të futesha në shkollë e më futën si punë dëgjueseje. Se unë doja vërtet shumë të mësoja. Edhe këtu e kam torturuar pak nënën time në këtë rast, se unë përsërisja mësimet në darkë, se ishim pak veta në shkollë si një fshat, e mësues jam pjesë edhe mua. Edhe e grija në orën 4 të mëngjesit më ishte bërë instiktivisht më dilte gjumi, që ti përsërisja prapë mësimet. Dhe ajo e shkreta një herë ishte shumë e lodhur dhe nuk u gri dot nga gjumi. Edhe ishte e lodhur dhe më tha nuk të thot gjë mësuesja ti përsërit e brëm ato. Unë as i ka të ditë në shkollë, që aja u lirisja dhe nuk vajta në shkollë. Më shpuri e më mori prap nga dora. Pastaj kur ishim në klasën e dytë na ndodh një vdekje. Ku natës së nënës do me thënë kishte ndodhur një vdekje nga anë e vajzës, se nëna më merr edhe mua, s'kishte ku të më linte detyrimisht. Sa lirë po dijem tani. Nuk ishte ku të më linte dhe më merr dhe mua me vete. Aty takova shumë njerëz se ma dijen historinë, kam jetuar atje dhe pastaj një burr nuk mu afrua. Dhe dëgjova njerëzit teksa po shpërisnin. Shiko, nuk i afrohet as vajzës së djalit. Pra ai bie që t'ishte gjyshi yt. Po. Dhe unë Dhe nuk t'u afrua. Nuk mu afrua, dëgjova këtë nga njerëzit, shiko, nuk i afrohet as vajzës së djalit dhe më ka ngelur në mendje. Unë tani mendje fytyrën nuk ja bajt mend aty se kam takuar shumë njerëz atë ditë dhe kujtimet i kam të turbullta, por fjala nuk më iku kurrë nga veshi. Aty pastaj kur do dilim që të prisim autobusin takova shumë kushuri. Nëna atë donte që ti takoja, të njihesha, të afrohesha. Me njerëzit e babait. Me atë dhe me njerëzit e babait. Që kryesorja ishte të takohesha me prindin tjetër. Që ajde më njihte të merja dashuri nga të dy anët, edhe pse dashuria s'më mungonte kurrë. Nëna ime donte që të njiheshim. Nuk e takove ti asnjëherë. Jo, unë nuk e njoh sy fytyrë personalisht. Nuk e njeh fare. Jo, të më kaloj përpara nuk e njoh. Se kam takuar kur Jerim në këtë moshë. Po ti e di ku jeton ai? Në Pandalemon jeton aty ku ka jetuar. Ti ke tentuar ndonjëherë të pyesësh, të shkosh, ta kërkosh apo jo? Jo, me thënë të drejtën, Jerim të moshë, jo. Jo, madje nëna ime më dërgonte mua aty gjatë pushimeve verore, tek unat e nënës e blidheshin niprit e besat e saj dhe më dërgonte mua aty ajo. Qëllimi kryesor ishte që të merreshin vesh ata dhe të vijen të më takonin mua. Dhe aty unë takoja nga anë e prindit tjetër kushurin që ishin të parë. Luziana jemi kushurin e tu të parë, Luziana jemi kushurin e tu të ditë, Luziana shikoni jam kushurin jo, të them kam takuar shumë njerëz nga kushurin. Dhe ishte pa mundur që vajtja ime aty mos të merrej vesh. Jo, si askush nuk erdhi të më takonte gjatë gjithë kësaj kohe. E ke ndier mungesën e prezencës së një babai? Kur isha në shkollë, po edhe ndjeja, kur vijën ndonjëherë që, shiko, nëna jam përpjekur gjithmonë, po kur shikon një dikë tjetër që thot, ose i flet, ose ai tregon dashurinë në atë formën e tij, do me thënë, thoja dhe unë, pse? Pse? Nuk, pse duhet të më doste mua kjo gjë, mendoja vazhdimisht këtë gjë. Po tani, nuk s'para i mendoj më shumë, jam mësuar me situatën. Megjithatë ti një prezencë mashkullore në jetën tënde e ke patur. E kam patur. Daja yt. Daja im. Dhe ai do të thotë shumë për ty, apo jo? Shumë për mua, ai ka qenë gjithmonë kur së muresha, në arsim, madje çdo ditëlindje time ai nuk mungonte kurrë. Kur, merte e zëm ikte dhe nga puna që punoni në agrume në Greqi, se ka jetuar dhaj në Kestrin, e tani ka lëvizur Kaikun e Zajkikos, dhe vente dhe i thoshte shokve, më mbuloni pak se më kam besa ditëlindjen e nuk dua t'i mungoj. I thoshte më mbuloni pak nga pronari. Vinte një orë te unë e ikte me shpejtësi pastaj. Sillte gjëra për fëmijët në shkollë si pang xënës që ishim edhe ikte pastaj. Më duket sikur ke shkruar një gjë tek Dora apo jo? Po. Çfarë është? Emri i tij. Emrin e tij. Çdo gjë që e nis në emër të Zotit si fillim dhe pastaj ai shme një herë nga brapat. Daja yt. Daja im. Po çfarë ke shkruar ta shohim një çik? Po.
Dorian, Po. o Zot më ndihmo. Po, se kisha shumë emocione për asa të hyja. Po tani, as vetë nuk e arrita kuptoj se si u qetësova kaq shumë, mendoj se tani më përshtatet tamam të bëhem gazetare, sepse ata të kam përshtyr. Në fakt, Luziana, ka që artikuluar sa që ti si rendit mendimet dhe disa shprehje të tua të më mbetën edhe mua në mendje tashmë. Pse jo, ti ke të dhënat për të bërë një gazetare dhe do doja shumë që mami të jetë krenare, por pse jo, edhe prindi tjetër, siç e quan ti. Sepse vjen një moment që ndoshta instinkti atësisë të thras dhe nëse do të vinte tek ty, çfarë do bëje? O do që artit më përpara të them një histori tjetër. Unë i kërkoj prokurën këtij. Të fundit, të kaloj në Greqi për probleme stomatologjike. Tani, vitin e ri të kaluar. Dhe më dërgon mesazhin babai ati dhe thot që do i them unë djalit ta hedhi firmën, po ti do ikësh për gjithmonë në Greqi, nuk do i kërkosh pensionin e këtyre viteve, që nuk të kemi dhënë, nuk do kesh më asnjë lidhje. Mos të rezultosh më fare, sikur unë të jem e larguar nga trungu ati familjar, sikur mos të kem atësi. Që mos të kem asnjë lidhje me të. Dhe kjo gjë më bëri që të ndjeja shumë e mërzitur dhe madje edhe të ngjallte ndoshta edhe frymë urrëtjeje, sepse është diçka e rëndë, ti thuash një fëmijë që mos të rezultosh fare ti si në trungun ton familjar. Unë si kam bërë asgjë aty, unë vetëm një prokurë kërkoja që të kaloja në Greqi. Atë po thoja dhe unë. Çfarë mund të bëj një fëmijë pafajshëm? Që nuk e njeh. Se edhe për 2 vite, do të thënë edhe pak 2 vite pak ti do bësh 18 vjeç dhe nuk do kesh më nevojë fare. Nuk do kem më nevojë, por e doja tani se kam shumë probleme kirurgjikale, e fillova në Saran, por aty më dërguan përsëri për në Tiranë, operacione, gjëra të tilla. Dhe duhet gjithmonë firma. Po, nuk mund të kaloj, edhe atëherë që ju thash që kalova kur isha 6 muaj se ilegaliste, më duhej firme aty. Nuk e kuptoj cili është motivi dhe sigurisht që nuk mund të shprehim, nuk mund të komentojmë asgjë, sepse unë mendoj që çdo kush ka një motiv përse sillet në një farë mënyre. Por cili do qoftë motivi ti për vajzën e ti nuk e di dhe aq më tepër nuk e kuptoj se nuk i mungon, sepse babai me vajzën kanë një super lidhje. Shiko, dikush që të dhunon nënën në Zoti Ardit, dikush që më ka lënduar mua nënën, unë nuk kam fare interes të takoj atë, sepse nëse do ishte penduar sa do pak do kishte ardhur të më takonte. Që rëndësi ka nëse të vjen takon, nëse të dhunon nënën të dhunon atë që të ka sjell në jetë. Të dhunon një herë dashurinë e tij të parë. Sepse ajo vërtet për prindin fëmia është një dashuri, por më përpara është marrëdhënia burrë e grua. Nëse ti dhunon nënën, që rëndësi kam pastaj për fëmijën? Ti fëmijës i dhunon të thua zemrën e tij. Luziana, ti ende nuk e mbushur 16 vjeç, apo jo? Po, tani në nëntor i mbush. Dhe të artikulosh një mendim të tillë, një filozofi jete të tillë, është befasi për mua, sepse këtë nuk e artikulojnë shumë të cilët dhunojnë dashurinë e parë të tyre siç the ti, dhe që nuk e mendojnë fare këtë që sapo ti artikulove. Kështu që ke dhënë sot një mesazh të madh dhe në fakt ka një mesazh për ty, ndoshta nuk është vetëm mesazhi për dajën tënd, por për të gjithë telespektatorët dhe për ata të cilët dhunojnë bashkëshortet, gratë e tyre. Daja e ka emrin? Dorian Shehu. Dorian, e ke dhe tek Dora? Okej, të ndihmoj Zoti apo jo? Më ndihmoj Zoti. Ja kemi çuar mesazhin e ndjekim së bashku.